Çdo fillim të muajit, për shkak të nevojave që kanë për financa, pensionistët e Vlorës dynde në dyert e postës shqiptare, siç tregojnë dhe ata vetë, mezi presin fillimin e muajit për të marrë pensionin, për shkak se nuk përballojnë dot kostot e jetesës, shpenzimet për ilaçe, faturat e ujit të pishëm, por edhe energjisë elektrike, por mbi të gjitha, qerat e banesave dhe nevoja për të blerë ushqime, i detyrojnë këta të fundit që pavarësisht se nuk e kanë datën, të dynden në dyert e postës për të përfituar pensionin. Ata tregojnë se nevojat familjare i detyrojnë të durojnë edhe radhët e gjata. More pensionin? Ja, more. Si duket në raport me ekonominë tuaj familjare? Është një mes? Na sare na gjeu duket. Na sa do jap shtesë. Edhe? Muajin e kaluar, të muaj s'ka më shtesë. S'ka më? Jo. Po kështu në atë telefona. Jo. Dgjoj. Thoj pak, ja del dot me këtë pension në muaj. Çore ky ja do ta jap na shiu. Ku do ta Edhe çosh? s'ngeret. Ku do ta çosh? Deri ta uj, gjitha ato. E çam ngeret. Si ja bën për shtyr muajin? Po çam bëj ja marrin atë fëmijë. Ndihmoj fëmijët, a? Po çfarë? Po mos ishin ata? Po mos ishin ata. Po? Do isha me ne grop. Pensionin. Jo, Pse? Çfarë do? Çfarë? ka shumë njës. Fute? U fune? Kishe shumë mirë? I ka. Nëse prap, pas nëse Derisa të paksojnë. desa. Pse ndodh ky fenomen që shumë njerëz në ditë e para të pensionit? Po, ja po ta them. Se, edhe unë që vi sot, nda dhe një. Se unë më bonë më takon, si pas rregullat, por kemi atë Qiran. Për Qiran gjithtojmë se nda dhe një kemi Qiran. Edhe rinë, marë pensionin, lem Qiran. Është mirë kjo radhat e gjata kështu gjithë dyndur në Nuk është mirë, po nevoja. halli, nevoja. Çfarë bën ja? Del dot me këtë pension? Se ama 160.000 lekë ma të gjitha. Edhe 100 gruja, edhe ato kemi për gjithë muajin. Çfarë mund bësh? Vetëm, 2 legjemi, vetëm. Çfarë mund bësh me to? Asë një, vetëm të lash drilla e ujë edhe, po ngeri. Si ja del? Ilaçe për gjëra, buka, po, me të kursyere, Si ja del? me të kursyere, me të kursyere, me të ngorrim, me ndihmona kemi, na i fëmijë na ndihmona një qik, po qa do bëjnë dhe ate, në halë janë përveç edhe në ka rënë punë dhe s'ka që bëjnë dhe ata, po na ndihmojnë qik ata, shtyhemi. Ja, shikoti, do ta shikoj këtu ja. Po. 114.000 lekë. 114.000 lekë. Po. I mora për shembull se është për interneti e televizori. Edhe Do vesh ti çosh do aty. vemi të shojmë atje. Pastaj janë ujë drita llogaritë sa ngeret për mua. Sa mund të ngele? Me po them Nuk ngeret asgjë, se unë pi kafe, pi duhan, nuk më ngeret mua më man. Se thuash, më man fëmia. Se këtu unë nuk në këto para ku do vesh. Sipas tyja. Sipas të gjithë jo tyja. Do të them po mos ishin fëmijët ti, Unë do kisha vdekur, se marra ilaçe. Do kisha vdekur. çfarë duhet bërë? Ma thua do. Po çfarë do të bërë për shembull çfarë do bën ne s'bëjnë dot asgjë. Ne jemi për shembull se punë si thuash. Popull pa Zot. Kur kam dalë pension, kisha 24 vjet, nuk më ka dhënë 89-ën. 89-ën unë me 6 fëmijë. Nuk vean punë. Se nuk figuronte. Figuroni 2 muaj ato. Na 25 vjet më nxorë 19 vjet pension, 7.000 leka. Ja, ky shteti jam i shtat ato, këto. Çdo muaj në Vlorë vinë për të marrë pensionin edhe emigrantët, të cilët nuk i shpëtojnë dot as ata, radhëve të gjata, edhe si rredoje pensionistëve, të cilët vinë çdo fillim të muajit pas zbatuar rregullin, duke treguar për realitetin e pensioneve në vendet ku ata jetojnë. Prej vitesh, emigrantët bëjnë edhe një krahasim të tyre me pensionet në Shqipëri, duke u shprehur se vlera e pensioneve që merren në ato vende janë 3 deri në 4 fish më të larta se në vendin tonë. S'ka ndodhur një, po pres radhën. Po pret radhë. Si e vlerëson? Ka shumë radhë. Po sot ka se është data 1. Kuptohet apo? Kështu çdo muaj, ë? Nuk e di se unë nuk jetoj këtu faktikisht. Po? Era për të marrë ato muaj që kisha dhe do lëviz. Ndërkohë ku jetoni?
Në Greqi, Në Greqi. Pas sa muaj shërët për të marrë pension? 3 muaj 4. 3 muaj. Në Greqi përfitoni pension? Jo. Jo. Po me sa ke dëgjuar këto raportet e pensioneve këtu me ato në Greqi si janë? Ndryshojnë tani se tani po të kesh vitet e punës të plota, do marrë pension të plot. Po ndryshojnë tani, kanë qikë më lartë pension atje, po të kesh kontributet të plotësosh ato ditë sigurime shoqërore që i thonë. Ndërkohë këtu pensioni minimal është 90.000 lekë, 9.000 lekë të reja, po në Greqi sa është? 90.000 lekë këtu është pensioni pjesëm, nuk quhet pensioni plot. Minimal, kryesisht. Minimali 15 punë. Po. Në qose e ke 35 vjetë, 20, ashtu 38 sa kanë këta, do marrë pension më të plot. Po në Greqi sa është më i vogël pension dhe sa është më i lartë, nëse ma thua? Atje është pensioni që është për moshat e thyera me fjalë, që s'kan kontribute, s'kan është 400 euro, 380, 400. Kurse më ai që ka kontribute të plota, merr 780 duket. Thuaj se 3 fishi në krahasim me Kuptohet? Pensionet me postier në shtëpi, por edhe përfitimi pensioni në bank dhe më pas llogari bankare falas për pensionistët, janë disa nga nismat që janë marrë ndër vite nga qeveria shqiptare për të minimizuar radhët në dyert e postës, por me sa duket, këto nisma deri më tani nuk ja kanë dalë as pak të frenojnë fenomenin e radhëve.